Liria e medias ishte në fokus të konferencës organizuar nga OSBE për mediat në Europën Juglindore. Në nisje të saj, përfaqësuesi i OSBE, Jan Brathu, nënvizoi rëndësinë që ka media për shoqëritë demokratike, duke ngritur alarmin që mungesa e lirisë së mediave mund të kthejë sërish Shqipërinë pas në kohën e diktaturës komuniste. Liria e medias është themeli i demokracisë. Gazetaria si e mirë publike është thelbësore. Ne duhet të garantojmë zbatimin e parimeve në mënyrë të plotë, sepse në të kundërt nuk do të kemi demokraci dhe do të përfundojmë në një vend ku asnjë nga ne nuk dëshiron të jetë. U përmend përvoja e këtij vendi para 4-5 dekadash. Askush nuk do që të kthehet atje. Edhe ambasadori i OSBE në Tiranë, Michel Taran, ngriti shqetësimin për problemet me të cilat ndeshen mediat në Shqipëri, duke kërkuar më shumë transparencë dhe mbrojtje ligjore për gazetarët. Gazetaria është institucion ku duhet të jepet llogari. Sfidat për lirinë e medias në Shqipëri vazhdojnë të ekzistojnë. Këtu përfshihen shqetësimet mbi sigurinë e gazetarëve, presionet ekonomike dhe intimidimet online, nevojitë të forcohet transparenca, pavarësia editoriale dhe mbrojtja ligjore, që sigurojnë që gazetarët të punojnë në kushtet më të larta etike. Konferenca OSBE për sfidat e gazetarisë vjen në një kohë kur Shqipëria humbi 3 vende në renditjen e organizatës Reporterët pa kufi, sa i takon lirisë së medias.